në 4 KZ e qarkut e Lezhës nuk ka stopuar për asnjë moment procesi i numërimit të fletëve të votimit, ndërkohë që unë kam një rezultat paraprak, të paktën në rang qarku sa i takon edhe qendrave të votimit, pra dhe kutive të numëruara deri në këto momente, janë numëruar 46 qendra votimi nga 245 që ka në total qarku i Lezhës, ku në një përllogaritje me vota janë pikërisht koalicioni i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Europiane 5.130 vota, ose ndarë me përqindje 44.95%, u përmarrë vetëm 2 partitë kryesorë, Drini dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 4.917 vota, ndarë me përqindje pra 43.08%. Në fakt është një përqindje ose një diferencë e vogël që kurëson Partia Demokratike deri në këto moment që ne flasim, për shkak se shumë kutitë të tjera janë në proces në të 4 KZ-t, por gjithsesi ajo çfarë mund të themi të faktin në rang qarku kurëson Partia Demokratike. Ndërsa sa i takon 2 KZ-ve të Bashkisë së Lezhës, kurëson me një diferencë të vogël Partia Socialiste. Në KZ numër 14 në Mirdit kurëson Partia Demokratike me një diferencë goxha të madhe pra ndaj Partisë Socialiste, ndërsa në Kurbin sërish kurëson Partia Demokratike.